Ju përshëndes dhe urojmë mirëmbrëma gjithë dhe nderuar teleshikues. Jemi si çdo të thënë në mëngjes bashku në sport në fushën e Blu Televizion. Do të flasim për gjithçka ka ndodhur gjatë kësaj jave, por padyshim mbi të gjitha për atë që në qytet ka ardhur një tjetër trofe, një tjetër kupë, siç është ajo në basketboll për femra, dhe unë kam kënaqësinë të kem sot në studio drejtorin e klubit Shumë Sportës Flamurtari, por njëherësh edhe trajnerin e këtij ekipi, zonjën Elona Sanaj. Mirëmbrëma. Elona, faleminderit që në studio dhe urime për fitore. Kleanthi Sheko është specialist futbolli, gjyqtar. Çka ka akoma ti themi më? Mjafton. Mario Kalus, trajneri i ekipit të Flamurtarit të min futbolli apo futsallit, si ta themi? Futbollit në sallë. Asnjë zgjeta unë thash. Edhe futbollit të sallës është. Mario, faleminderit që je së bashku me ne. Ja kush dhe trofeu simbolik që Lona na i ka sjellë sot në studio, që është Kupa e Kampionatit e fituar ditën e martë në ndeshjen me Partizani, ndeshjen e tretë finale. E ka mbyllur shpejt e shpejt. Lona nuk ka pritur më shumë se ndeshja e tretë, nuk do të çonte as 4 apo as 5 apo Lona. Ku ka më mirë dhe ta marrësh trofeun në qytet. Lona, si ishte ky sezon për ekipin e basketbollit? Para ishte një sezon shumë i gjatë. Ne bëjmë 2 kampionate brenda kampionatit shqiptar, kemi kampionatin ton dhe ligën unike. Liga unike starton në fund të muajit tetor, ndeshemi në fundjavë. Një vit shumë i gjatë, shumë i lodhshëm, me vështirësi, me sakrifica, me mund, me djers. E rëndësishme është që u finalizua me këtë trofe, siç është kampionati kombëtar. Që të arrim aty është një rrugë shumë e gjatë. Patjetër që po. Ato vajza vlen për t'u falenderuar sepse kanë filluar stërvitjen me ekipin në 1 shtator dhe kanë mbyllur para 1 jave. Kanë luajtur, e kam thënë herë tjetër, kanë luajtur me tërheqje, me temperaturë, të pamundura dhe kanë arritur vetëm me frymën e grupit të konkretizojnë çdo ndeshje të fituar. Shko, normale ne kemi thënë shpesh edhe gjatë gjithë këtij viti, ta them viti nga shtatori deri në maj, që kampionati ishte objektivi kryesor i Flamurtarit në basketboll. Por nga 4 kompeticione, ju si ekip keni sjell 3 kupa në Vlorë dhe kjo është, nëse ta quajmë arritje të shkëlqyer, është pak ndoshta. Startoi me Superkupën, që dolëm në finale me Tiranën, e kemi fituar bindshëm, kemi fituar përsëri Kupën e Republikës, po përsëri me Tiranën. Kampionati shqiptar, ndryshe nga viti kaluar, kishte më pak skuadra në garë. Dhe të themi kundërshtarët tanë, shekullor janë Tirana dhe Partizani. Të paktën në këto 3-4 vitet e fundit. Në këto 3-4 vitet e fundit, po. Tirana në përbërje vajza shumë mira, në përbërje vajza që e kanë treguar gjatë gjithë kampionatit shqiptar, një ekip shumë i mirë, po ashtu dhe Partizani. Duke u ndeshur me njëra tjetrën, Partizani dominoi, e ktheu nga 2-0, e ktheu në ndeshje gjysmëfinale. Po e ktheu në 3-2. Partizani po ashtu si Tirana, në përbërje dhe Partizani, një ekip shumë i mirë, ndryshe nga Tirana në muajin e fundit u kthye në një skuadër shumë kompetitive, që e tregoj me rezultate, por duke pasur përballë Partizanin, ndoshta unë bëra një gabim në një moment dhe thash që do jetë më mirë për ne të dalim me Partizanin, për ne ishte njësoj, të ndesheshim me të dyja skuadrat. Ka vështirësi që Tirana po dilte prapë 3 humbje do pësonte, nuk diskutoj. Por edhe vitin e kaluar kemi pas një ekip shumë të mirë, por si vjet, vajzat duke bërë stërvitje një kohë të gjatë bashkë me njëra tjetrën, e njëjtën lojën e njëra tjetrës, e kthyen atë lojën në një familje, e kthyen në një grup që me sy mbyllur e njihnin lojën e njëra tjetrës, dhe më vjen keq që nuk arritëm në finalet e Ligës Unike. Dua të dal tek ajo që thash në fillim, kur kemi vajtur në Ligën Unike në Prizren, 3 nga vajzat kanë qenë të dëmtuara dhe me zi e kemi mbyllur Ligën Unike. Dhe për këtë e kam një peng me këtë ekip
pa tjetër që ne do kishim një kup tjetër në Vlorë, si që është kupa e Ligës Unike. Edhe ishte një objektiv, me gjithë ato unë të thash, sepse duhet dhe që mendimin e Marios tani. Nga 4 kompeticione të cilës 3 nuk është arritje, unë e thash pak më parë, e shkuqyër të është pak, ndoshta. U du të zjadhem qikë. Mos më mërzizin. Jo, nuk mërzitën fare. Shko, në veçanti nga gjitha sportet që ka në Vlorë, veçanti basketbollit tema është një sport kolektiv. Do të dërpat të regajnë gjitha në. Të ndërtosh një ekip nuk është shumë e vështirë. Duhet të futesh në psikologjinë e lojtarëve, duhet të futesh tek çdo detaj. Është tjetër që kesh një sport individual, ke një mund, ke një boksier, ke një ciklist. Të ndërtosh një ekip kolektiv është shumë e vështirë. Unë kam ndjekur afër të 3 ndeshjet në Vlorë, në Tiranë, Edhe në Vlorë këtimi, të 3. dhe në Vlorë. Dhe ekipi flamuritarit kish kimi. Për te grindës, për te ndeshja në Tiranë ka qenë ndeshje, nuk je finali asgjë. Finali ka qenë Tiranë. Ajo ishte Ndeshja e finalja. dytë. Ndeshja e dytë, ajo ishte e dytë. Ajo ishte finali dhe trajnere basketbollit u kthye në vampire. Nuk ishte më njeri, 2 verdh, 9 pik, 11 pik në fazën e 4, në periudhën e 4 mbrapa. Ishte pamundur. Dhe aty që finalja. Aty ato do të i mbyti, i persekutoi, i vrau, sepse këtu erdhën kota ato po kërcenin pasportit. Se kishin mbyllur sapin. E mbyllën që atje. Unë për që titullu i morë që atje. Ishte një ndeshje shumë e vështirë. Që shumë e vështirë. 10 minutë që i parë ka mbaruar 11 pikë para Partizani, 10 minutë që i dytë ka mbaruar, më falë Marja, ka mbaruar 6 pikë para Partizani, ne kemi kthyer lojën 10 minutë që në 4. E kemi kthyer vetëm me karakter, me grind, me luftë. U kthyer në një betejë. Se ishi si të mekur periudhën e parë dytë. U kthyer në një betejë. Otër do nuk e di ofsuar, nuk e di, më thënë mos ndoshta morën lehtë. Kjo ishte. Sepse fitoria e ndeshjes parë 90-58, unë e kam si tashmë rezultatin në kokë, të krijon bindjen që unë tashmë nuk i diskutoj më, sepse ishte fitore shumë e thellë, 32 pikë para. E bëri më të bukur këtë finale, e bëri më të bukur. Më të bukur, Po, se edhe në Vlorë, plus kur shikon një ekip që ishte si objekt ekipi, edhe kushtet e momit, qas me në trajneri, e ira të kjo është, nuk do të amburë më, se do s'ton po mburë të që ka studio. Po, unë kam qenë aty, kam qenë me kapë, unë do të dhe kapën aty dhe thash, kur shikoj këtë shkosish bërë të shkapë, se iku, pasaj përfundimisht arritin këtu, vëlla, nuk saj që t'i ka E la topin, e pasoj topin. Për të vazhduar atë që tha Mario Atoni, është për të theksuar prapë tek ndeshja, nëse mban mend 2 ditë më përpara ishim në emision. Po. Dhe të thamë që diskutuam që ne presim të fitojmë në Tiranë. Po fitoria nuk vjen vetë tiu. Vjen nga një arsyetim i gjatë dhe një arsyetim se çfarë ka ndodhur më përpara. Ekipi i basketbollit, sepse ne kemi ndjekur gjithë si kolektiv dhe kemi ndjekur çdo ndeshje. Ka një përgatitje, kish një përgatitje të lartë fizike. Sepse ato vajzat Unë e pash ndeshjen e parë dhe ishte ka një përgatitje të lartë. Pastaj të dytën thashë që këtu mbaroi në detaje mund të vej Lona, më tej për të shqyrtuar diskutimin që po them që duke ditur që ato strideshin 2 herë në ditë. Kish rasta edhe 3 herë në ditë. Lona me çfarë kam parë u mëshonte shumë stërritjeve të vajzave. Vajzat pa 2 seanca aditore nuk e mbyllnin. Edhe palestër 3 herë. Është e vërtet më korrigjoj. Do të thonë një stërvitje ku ti vin dhe rrjedhimisht erdhi dhe rezultati në Tiranë. Përveç grindës pastaj dhe përveç gjës, përgatitja fizike aty ishte i lartë. Dhe kjo ndodhi që periudhën e fundit ne të kthenim atë disavantazhin që apo e kam gabimë që përgatitja ishte shumë e lartë. Vajzat ishin vraponin sikur ishte fillimi, ndoshta emocioni fillimisht marrja lehtë siç tham, edhe erdhi dhe rezultati më pas. Kjo ndeshja e tretë ndoshta Mario ishte vendosur themo, sepse për mua finalja ishte ajo ndeshje e dytë. U mor ajo atje, titulli ishte pothuajse kisha ardhur në Vlorë. Po, çdo ndeshje është luftë. Sepse Partizani humbi një ndeshje me Tiranë, fitoi 3, kupton? Ajo të trëmte pak, se erdhi në ngritje, ai tha Lona, erdhi në ngritje Partizani. Dhe fitoi besim,
Se është, do të thënë, ka shumë pranë sport kolektive, janë do të thënë në të tërë. Se më kujtove tani dhe kam përshtypjen, kam parasysh intervistë të trajnerës Partizanit, Elvera Bojer, me një marrëveshjes parë 90-58 në Vlorë këtu. Intervistën që bëmë ne tha, dakor ta, ne ashtu humbur në me Tirana, tha 2 vjeç ta, por është rruga shumë e gjata dhe rikthyer. Ne kemi shumë besim. Ta shkurtohen në rrugën. Dhe ekipi Partizanit ishte shumë i mirë. Ta bën të shkurtë shefja rrugë, ta bën të vogajshme. Shko, Partizani kam përshtypjen që ishte më i fortë se Tirana, nuk e di. Po e tregoj, Ti shko me mesu tjetër, unë shkoj me mesu tjetër. E tregoj me punë. E tregoj me ndeshje direkt. Po pra. Unë ndeshjen e tretë të Partizanit e kam parë vetë, kemi vajt me gjithë ekipin për ta parë ndeshjen e tretë në Farioti. Të pestën? Të tretën. 2-2 apo jo? Të tretën, ndeshjen e parë që fitoi Partizani. Ishin 2-0 për Tiranë. Në Farioti, po. Dhe e ka udhëhequr gjatë gjithë kohës në avantazh si në mbrojtje dhe në sulm. Po pra, ne po themi që kam parasysh intervistën e trajnerit Partizanit, tha rruga është shumë e gjatë mbas fitores së parë. Pavarësisht humbjes sa shumë të rëndta, ka shumë përpara. Ne atë e mbyllëm shpejt e shpejt. Shko tani që mbaron fiton është çdo gjë kështu. Patjetër, tani jemi të relaksuar ne. Unë e kuptoj që ishte gjë e vështirë sepse të fitosh nuk është e thjeshtë. Në ndeshjen e 5 unë isha mbas pankinës të Tiranës, të Partizanit. Dhe këto ishin shumë të relaksuara, edhe po qeshja kisha 2 lojtarë të ekipit dhe vllain tim. Ndeshjen e tretë. Të tretën. Dhe këto ishte muzikë, këto kërcenin, bënin, kurse ati shikoje të tërë kontraktuara tona, sepse duhet ta merrnim se s'bën ashtu në Vlorë. Të shtohet përgjegjësia. Po pra kishim pas Partizanit. Pas Partizanit. Ato do të thotë kërcenin Gjuli Furishin ato atje, këto ishin të kontraktuara kjo po që fole bëj. Më duket që Elen Castile Mario aty për vjet s'kem. Jo, unë jam shumë e ndjej, sporti aq më tepër pasaj që kemi një marrëdhënie dhe me Lonën që shtoja dhe më shumë ajo pjesa e kesi nisit e vetja, plus unë e di shumë mirë, është shumë karizmatike Lona, shumë e di më tepër se ç'duhet, edhe kur flisni mos e se të bën dëm, të bën mirë, gjithsesi u blye me këtë grup edhe tani një tjetër nuk sportet kolektive të marrësh kupën sportet kolektive është shumë e vështirë. Gjithmonë. Sepse është shumë individuale, patjetër që po. Kjo është shumë e vështirë. Janë shumë komponentë që ti duhet i bësh bashkë. Do fillosh nga gjendja fizike, nga përgatitja teknike, përgatitja taktike, po që ti kthesh që ato të kenë, si tha Mario, të kenë kimi me njëra tjetrën, ta njohin me sy mbyllur lojën e njëra tjetrës. Pastaj ndonjëherë një lojtare mund të ta prishi grupin se është pak më shumë individualiste, ti duhet ta kthesh me këmbë në tokë që basketbolli është lojë kolektive, dale. Nuk jemi për statistika këtu. Lona, ti ma përmendej çik parë, duke diskutuar së bashku këtu dhe e thejnë qik. Por, gjithsesi unë po ta bëj pyetje të drejtë për drejtë. Më i mirë ky ekip që kishin si vjet apo ekipi që ishte vjet i basketbollit? Në tërësinë e tij, po them, si kolektiv. Ky ekip për të arritur në këto nivele donte shumë punë. Donte shumë punë për t'i bërë bashkë, sepse janë lojtare që vinë, ndonjë lojtare nga ato vinë për statistika, ti duhet ta kthesh, ti futësh frymën e kolektivitetit, duhet të ndryshosh mendësinë, se ato vinë me të tjera mendësi. Basketbolli në Shqipëri të parën ne kemi të parën mbrojtjen. Ato kur vinë me dëshirën për të luajtur, për të sulmuar. Kështu që janë shumë faktorë që duhet i bësh bashkë. Sa e vështirë është, dakord, kur sjell lojtare nga Europa, kam përshtypjen që është diçka më ndryshe se kur sjell lojtare nga Amerika, sepse ndoshta ata mësojnë me një tjetër nivel basketbolli aty e duhet përshtatet me një nivel tjetër në kampionatet shqiptar apo edhe në Europë nëse do të luajnë. Kam përshtypjen që është më vështirë me lojtarët amerikanë për të përshtatur apo me lojtarët evropianë. Edhe si vitin e kaluar, ne kemi startuar me Brikena Muçenjin, me Bernarda Reshpjen, me Izabel Demaj. Nuk ishin vetëm amerikanet. Kemi luajtur me 3 amerikane në fush, me 2 vlonjate.
është e vështirë të luash me amerikane? Jo. Nuk është, por është ajo pjesa e fillimit, është vështirësia e fillimit për t'i bërë bashkë. Por ne duhet të mësojmë që të shtojmë lojtarët vlonjate në aktivizim. Që të vi një moment të luajmë, shiko, lojtarët të huaja do ketë në çdo moment, sepse vetë ne nisim në start me ekipe që në brendësinë e tyre kanë lojtarë të huaj. Dhe ti për të garuar, se zbën duhet të ruash ritmin e tyre. Dhe pa tjetër në skuadrën tënde, po pra, Partizani kishte 4 lojtarë amerikane. Por kishte, po thuaj se ekipin kombëtar shqiptar. Tek ekipi Tiranës kishte 5 lojtarë amerikane. Dhe ne që në start, nuk fillojmë si të barabartë. Dhe që të garojmë si të barabartë, duhet pa tjetër që të marrim lojtarë të huaj. Por kjo për të ardhmen është një detyrë, është një objektivi joni që të fillojmë të aktivizojmë më shumë lojtare vlonjate. Por, mos të harojmë, për titull kampion duhet cilësia shumë e lartë. Dhe objektivi joni vetëm është titulli kampion. Ky është titulli 27 në historinë mos gaboj dhe në 6 vitet e fundit është fituar 5 herë. 5 herë, me mua. Po, në 6 vitet e fundit 5 herë, një vit e ka fituar vetëm Tirana. Në Tirana e ka... Jemi në vend të parë në për titull kampion. Tirana sa titull ka? 26. 26, ne 27. Tirana kam shumë kupa më duket. Kupa, po. Tirana ka marrë më shumë para 90-s, apo bashkë me do llogarit. Kanë marrë, kjo është... Flasim llogaritë e përgjithshme të gjitha kampionateve. Edhe para 90-s. Po, edhe para 90-s. 27 titull shkëmbëtari sot, mos gaboj 16 kupa Luna? 16. 16 kupa dhe 13 superkupa diçka e tillë. Për shembull, vitin e kaluar ne i kemi marrë të gjitha kupat, përveç kupës së federatës. Po. Si kemi marrë kupën e federatës? Nuk u bë. Kemi marrë Ligën Unike, kampion kombëtar, Superkupën, Kupën e Republikës. Kurse një vit më përpara kemi marrë titullin kampion, Superkupën, Kupën e Republikës, Kupën e Federatës, kemi marrë Kupën mbar kombëtare për Ligën Unike dhe nuk fituam, ishim finalist në Ligën Unike. E kemi mburtu me Partizanin. Me Partizanin, po. E kemi mburtu me Partizanin. Ndaj them që ne këta i kemi... Po, misohet gjitha këtu se do kishin vënd. Kleo, me gjitha të është, ne fituam kupën dhe si që tha Mario kampionatin e gjitha këto, dhe normalisht sot flasim edhe më të relaksuar dhe pa dushim. Me gjitha të, ajo që doja të evidentoja unë të pak në gjatë i viti, ishtë edhe i fakt shumë i rëndësishëm që një kampionat i kaluar vetëm me fitore. Pra, nuk ka patur asnjë humbje dhe kjo është për të theksuar, apo e marrë. Unë në fakt doja t'i bëj një pyetje Elonës tani. Po, sepse nuk dua të flas më për më morë vënë. Po jo për në historinë e njerëzimit flitet për Davidin dhe Goliatin. Ai që vrau gigantin. Po, me një obe. Dhe ta pyesë Elonën, duke ditur që ne kemi konsideruar si një David që mundi gjithë sistemin e basketbollit dhe në 6 vite 5 herë kampione. Këtë vit që vin kalendarik, Davidi çfarë pretendon për basketbollin? Unë do them diçka paraprakisht. Unë jam stërvitur nga i madhi Viron Toska dhe nga profesora Gimda Lipi. Dhe në kohën e profesor Vironit, që ishte trajner, pothuaj se kemi marrë kupat. Dhe ai garonte vetëm për të dalë kampion. Dhe nëna i është injektuar në gjak dëshira për ta marrë këtë trofe. Dhe unë ne kam sfidë me veten time që po ju futa, po e filluam kampionatin kombëtar, në shtator është mbyllur që objektivi joni vetëm është titulli kampion. Dhe ta them sot që në shtator ne do garojmë përsëri për titullin kampion. Dhe kam besim të plotë që do t'i arrish prapë. Në kohë rekord, unë duhet të theksoj dhe diçka. Në kohë rekord, këtij ekipi është dhënë një mbështetje maksimale në një moment shumë të vështirë nga Bashkia Vlorë dhe në veçanti nga kryetarja. Dhe gjithë stafi në Pallat Sportit e dija të vështirësinë në atë moment dhe pa atë ndihmes nuk do ishim këtu ku jemi sot.
sepse të dalësh kampion ke pengesa përpara. Ka vështirësi të tilla që ti kur i ndjen gjatë rrugës tua bobo, ky është fundi, nuk e bën dot, nuk e arrit dot. Në kohën e dur është zgjidhur ai ngërç, ajo situatë dhe jemi sot këtu. Megjithatë Luna, ne folëm për basketbollin dhe padyshim që jam i bindur që vitin tjetër do synojmë edhe ligun unik apo jo. Do t'i marrim gjërat hapasapi. Po ti se mora hapasapi kampionati. Hapasapi, e kemi hapasapi. Po megjithatë Klubi Shumë Sport është ka një gjë. Ka shtuar kampionët femra. Kampion në basketbol femra, kampione në kickbox Ilda Lelo, kemi falë mbështetjes maksimale të bashkisë, kemi 2 kampione të tjera, si që është Enke Lejda Carja, në peshngritje, që është një talent shumë i madh, që do ketë një rritje akoma më të madhe, që ajo vjen tani nga një kampionat evropian, si doli si 20 vjeçarja me të ardhmen më të mirë. Kemi Esmeralda Novruzajn në boks, që dhe kjo është një kampione. Kemi kampione në qitje, si që është Ana Maria Zoto. Dhe kjo është një risi, është një risi për klubin Shumë Sportësh. I kemi shtuar kampionet femra. Kampionet meshkuj që do bënë? Kemi objektivi radhës është që Mario Kalus të dalë të marri Kupën e Republikës. Kampionatin, kur të vi, koha e kampionatit, kemi Kupën e Republikës. Do vi se e kam e mua kampionatin e. Ska ku të vej. Do të abis parlament, femra, të kërim 30% si ka parlament. Që me idha të, unë them që janë arritje, pa dushim që posë. Si nuk janë arritje. Folëm për ekipin, për trofet fituar nga ekipe kolektive si që është basketbolli, po lora më përmëndin tashmë individuale e sportit. Normal, po individuale po femra. Po pra. Prandaj është diçka ndryshe. Sepse vetë nga mënyra si janë në pas 90-s, sepse pas 90-s ka ndodhur këto gjëra që tani sot po ngrihen përsëri, sepse ndryshimet që ndodhen pas viteve 90 bën që sportet të kishin ulje të niveleve. Dakor, kaloi një periudhë shumë të keqe. Tranzicioni që pam gjithë. Ndërkohë tani jemi në një klub Shumë Sportësh që Lona përmendi 5-6 kampione femra që në kampione jo vetëm kombëtare, flasin të ndërkombëtare, Si? Flasin të ndërkombëtare, apo Lona? Po, në arendë ndërkombëtare, po kurse gjendja e Shumë Sportit në vende të tjera lë shumë për të dëshiruar. Lë shumë për të dëshiruar. Kështu që megjithatë duhet në hijen e basketbollit femrave të ecën të gjithë. Është megjithmonë, domethënë sot në qytet nuk është i normale të marrët kampionatin basketbollit femrave. Po si normale, e morën prapë. Është kthyer në një gjithë zakonshme. Po punë e madhe, po është zakonshme, po është punë e madhe. Nuk del dot kampionët, dhe në një lagje, s'del dot kampionët, të rash njëri, se do, jo të bësh gjithë të punë, gjithë të sakrificë. Të mbushësh pallatin e sportit. Të mbushësh pallatin e sportit, sepse gjithsesi s'do ngënë me sy, duhet i marrë gjithë vitin tjetër. Jo, me sy jo. Unë i quhet atë mirëqenia këto që kemi që morëm si vjetulla, prandaj pyeta vetëm për ligën unike. Se pyeta për se atë pastaj se ti e kapet dhe shumë mirë, është bërë zakonshme, u e mori prap. Po normal, ja. Duket sikur si bën njëri përshtypje. Sepse fiton gjithmonë, po prapë është sakrificë e madhe. Lona, me që të kam këtu, për te basketbollit, çfarë do synohet nga klubi Shumë Sportësh për vitin tjetër? Te Lojra me dorë është të ngrëm akademi në momentin që palestra e qytetit do përfundoj, atje nuk do të ndalojnë oraret dhe trajnerët së punuari me grupet e moshave. Kjo është për lojrat me dorë. Kjo është shumë e rëndësishme për vijueshmërinë. Për sportet e tjera kemi Gzim Zenelin që prodhon kampion. I kemi të gjithë trajnerët që objektivin e tyre e kanë për të arritur në shkallën më të lartë, siç është titulli kampion.
Dhe kjo nuk është vetëm objektivi basketbollit, por është objektivi të gjithë trajner, i të gjitha disiplinave. Dhe mendoj që klubi shumë sport është klubet, një ndër klubet më të mira në Shqipëri që prodhon kampion. E vërtet, është ajo që ta marrë. Po. Po të përmend edhe një tjetër fakt dhe po ta bëj edhe pyetje. Dje në këto aktivitetet për çeljen e sezonit turistik, pavarësisht motit të keq paraditë dje, ishte rreshtë shiu, kam parë një gjë shumë interesante që me të vërtet unë nuk kënaqa. Notin. Ekipin e Notit. Po. Me trajner Gertin. Është një djalë shumë i mirë i apasionuar. Ishin 15 që ka aktualisht ai, sepse duket se kur e ka ngritur Rishtazim nuk apo jo. 10 djem dhe 5 vajza të moshave të ndryshme. Unë realisht si Vlonjat kishin më shumë, po për fal motit. Jo, them unë nuk kënaqa si Vlonjat që jam, po kam përshtypjen që gjithë ne që të kemi një ekip motin Vlorë është gjë më e mirë, gjë më fantastike që mund të kesh. Dhe kam përshtypjen që do ketë shumë dhe shumë të rinj të re që do shkojnë tek ai sport. Po. Mario. Pash, Gertin e një dhe Gertin është apasionuar, është djalë i mirë. Jo vetëm që ne si qytet në takon të kemi ekip Noti, sepse kemi pas kampion absolut në Not. Por... Pra për femra për Notin kemi qenë më të mirë. Po. Ne kemi pas kampione si Lida Gjinti, Vasilika Bejo, Skedilaj Shyti kemi pas kampion Noti. Por, thashe një tjetër, para vitet 90, tu ka pasur çdo lloj sport. Po, vërtet dakord. Ka pasur edhe shtizë, ka edhe gjylje, si të gjatë, si lartë, si vija sportit, le këto basketbolli ishte, kur vjen pa sportit nuk vjen dot, si vjen dot. Kishte bilet apo? Por Notin e rakon. Dhe me që është dhe shefi e klubit sportit Tramurtari, ta mbështesin këtë disiplinë, nuk e din çfarë formash. Unë dje realisht jam kënaqur se isha bashkë edhe me Lona atje, kënaqur sepse kam parë të mosha të ndryshe. Ishte një fëmijë sa ishte, 6 vjeç, 5 vjeç. Me sa kënaqësi u fut ai atje brenda dhe i vinte i natë që nuk po arrite dot të kapte ata që ishin moshë më të madhe. Po sepse të gjithë prindit e din shumë që Noti një të bën mirë dhe vetë mirë fizikisht, çdo fëmijë të merret me Not është e rit e Falë dhe pozicionit gjeografik që kemi zhvilla mos të merret me Not. Sepse në Bearis kemi nevojë as për pishina, sepse kemi detin. Më kam përshtypjen që edhe në dimër s'kemi për pishina, se ja, bën kohë mirë, ja ku e ke detin. Megjithëse tani koha është bërë s'me vesh kur vim dimër ku në Beari. Shkëputej vetëm për një hapësirë shumë të shkurtër publicitare, dhe rikthehemi sërish në pjesën e dytë të emisionit Sport në fushën e Blu Televizion. Vetëm për pak. Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekte në Regina Group Vlorë, rrjetin e hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjedhni mes Regina Blue, Regina City dhe Regina Garden. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
Gjithçka fillon këtu me përkushtimin dhe pasionin. Për çdo tryez një shije pa krahasueshme. Mirë se vini në Regina Bakery, nga fura jon drejt në zemrën tuaj. Nxitoni për takimin e radhës. Qose jemi vonë, na duhet një taksi. Regina Taxi për një udhëtim të sigurt, të shpejt dhe komod. Automjetet tona eco-friendly gati për t'ju shërbyer 24 orë në ditë. Shkoni në destinacionin tuaj me Regina Taxi. Numër kontakti 068 99 77 777. Jemi rikthyer sërish bashkë ndëruar dhe lëshkues në pjesën e dytë të emisionit të sport në fushën e Blu Televizion. Kemi folur gjatë natyrisht për basketbollin, por edhe për klubin shumë sportësh Flamurtari, me ekipin e basketbollit që na dhuron një tjetër titull kampion këtë vit. Do të flasim çik tashmë edhe për futbollin. Mario, kampionati shqiptar ka ulur si pari, është vetëm për të përcaktuar titulli kampion, por edhe ekipi kush do të vijojë të qëndrojë ende midis Pogradecit dhe Durrësit për vetë faktin që ka përfunduar sot Pogradeci Besa dhe është Pogradeci që do të luajë me Teutën. Unë do të them 5 fjalë për gjithë kampionatin. Patjetër që po. Edhe ta bëra pyetje për gjithë kampionatin. Thjesht për Flamurtarin, sepse Flamurtari tashmë ka rënë. Është për ta u keq për shpenzimin që është bërë. Do të thënë megjithëse presidenti e di vetë se shpenzimet që bën, po në fundit u dhënë disa lekë që me sa kam parë statistikat, të ekipi më investuar në kampionatin shqiptar. Zgjedhja e gabuar e presidentit, pa aftësi e lojtarëve, tolerimet e ekipeve, jo aleancat që e ekipit të Flamurtarit me ekipet e tjera nuk ka rëndësi fare. Rëndësi ka që u hodhën X lek dhe nuk dole nga kategoria. Për kampionatin shqiptar, nuk mund të flasësh më për kampionatin shqiptar. Shikon e strat, po nuk është tu problemi. Jo në shkon e strat, po shkon e sa klohun në për studio, që bide analiza. Që thonë disa dhe thonë që, po ore se në bot ka tolerime, këtu ka humor, tu s'është tu sportokallit, shko sport. Dhe, në fund, stadiume do përshatise, nuk dustoj do përshatise. Bide alianca që në fitim kampionatit dhe në fund. Vora me Ballshin, është diskutuar alianca që në ndeshjen e parë në Ballsh. Apo jo? Po. Toni, të flasim aty që është? Po. Të di shumë mirë. Para 15 ndeshje, është ti mund të çfarë futboll. Bile ishte përcaktuar që 2 ndeshjet e fitonte Vora dhe 2 ndeshjet e fitonte Byllisi dhe ndeshjen e fundit, pavarësisht se luftonin për të ndënjur, fitoria i takonte Vorës dhe ashtu ndodhi, 5-2. Do të thënë ata kishin bes buri me hitin. Ata ishin 2 ekipe, që njëri bie nga kategoria, unë pravo ta lë ty. Thonë, tu do të çudira. Dhe etika e FSHF-s merr në sa dënime që pse u hodh domatja në stadium. Këtu ja bën mu ujë ku ja ujë jurë, të tjera. Do të thënë këtu është përfundimisht. Do të thënë vetë flas për futboll. Ti je si palaço cirku, të vesh në studio thua që bëri ai golin me të majtra, bëri golin me kokë, nuk ka kuptim më. Tu s'ka këtu, do të thënë tolerime të papara. Është një rast, një kampionat botror, ka qenë një ndeshje Suedi-Danimark. Dhe doli 2-2. Barazimi 2-2, ishte Italia, loste këtej, po ftoi Italia. Çfarë do të ditë ndeshja e Italisë? Po dini ta 2-2. Shpëtonin të dy. Dhe ai doli. Dhe ndeshja ka dalë 2-2, por nuk ka parë ndeshjen. Ata kanë bërë luftë pa parë, ishin 2 vende nordike, ata ishin mjeshtra edhe për ta lënë. Ne jemi dhe budallën për ta lënë, ne dallojmë direkt. Tu është problemi. Se ata u bën luftë. Ati u bën luftë, edhe dolën 2-2 prapë. S'ka mundësi. Gjithsesi ne prapë do vazhdojmë, unë do të thënë presidenti Silani e di vetë se çfarë bën. Fund jetë lekë të tia, jetë lekë të ato lekë mund të çelë mund tjetër, ja jep futbollit. Gjithsesi unë një llaf i them, një president i një ekipi të madh e mori një ekip nga kategoria e tretë dhe e çoi
kampion. Dhe i thanë, sa le kisha asë një gjitha njerëzit. Kapacitetet, unë e ka thënë prapë të studiate, kapacitetet njerëzore janë kryesore. Kjo është e vërtetë. Sepse tha një fjalë Lona. Mora i marë Amerikanet, por ama është punë për t'i futur në mundësinë e këtij kampionati këtu. Dhe unë tha, gjira parë, sepse ato bëjnë spektakël. Po këtu do spektakël, do fitosh dhe mbrojtja. Ishte një aspekt i vogël këtu. Por për të bërë një punë duhet kapacitetet, duhet të investosh për kapacitetet. Pastaj, mbas unë bëra si filozofin, po kështu e mendoj. Kleo? Po, të flasësh për futbollin sot, Fatkeqësisht. nuk e çfarë të thuash, marrë e këta të gjitha, po unë po marrë dhe në aspektin e arbitrimit. Pak më shumë duke ditur që kam qenë dhe pjesë e... Shko, të ka e luaj, këta marrë për pjesë arbitrat, ore. Pa tjetër. Sa u pash, të shkosh ndeshja e fundit... Dhe më vjen, e di për çfarë më vjen keq, nuk po... Vëra me Dursin, e ke parasysh atë penalltin e fundit. Nuk po më vjen keq për mënyrën se si u bë gjëja se... Ti ke qenë dhe arbitrët e unë do ta përmend të fakt, sepse në momentin kur ti ke një dyshim, mund drejtohesh varit atë mos. Unë s'kisha parë, jo vëlla në asë lloj mënyre. Nuk donte ta afroj fare ai. Toni, ai është tifoz i smundur, ai arbitër. Është tifoz i smundur i Teutës, është i sëmur. Ai Jo, mirë, dakord. Por në fund ti luar kafenera që ton presidenti Sinani është bën aleanca. Kjo është një është pejorative për këtë flamurtar. Një më mirë, po dakord. Në momentin kur duhet të jesh me 7 kohë. Kleva ka qenë gjyqtar vetë. Në momentin kur ti je gjyqtar, pavarësisht se për KBT, në fund ti ruan personalitetin dhe atë stemën tënde si gjyqtar. Megjithatë këtu është po them goca, ai prapë do gjykoj vitin tjetër. Jo, po nuk është problemi vetëm aty. Problemi ai prapë do gjykoj vitin tjetër, sa do të themi ne. Okej, ne diskutojmë, nuk mund diskutosh për një penallti në fund kampionatit sepse dakord, nuk e diskutoj. Ti si arbitër, ti ke bërë një betim, si punë betimit Hipokratit, e kupton edhe... Jo, e ka bërë të Hipokritit. Po, gjithsesi, dhe të mbash atë sistemën e të arbitrimit, ti luan me financat, luan me zëmrat e qyteteve, luan me ndjenjat, ka ndjenja emocionale të mëdha në stadiume, këta nuk e kuptojnë. Ai e ka bërë kudo këtë, nuk po futem kudo, nuk po i futem asaj pjese, po një penalti dora e hapur ashiqare, po jo vetëm aty. Po sistemi varë që po paguajnë kaq lek. Kaq lek. Po nuk vajte, nuk donte. Po jo nuk donte, po dhe sistemi nuk donte. Ka dhe një gjë. Protokolli i sistemit VAR të lejon që vari futet ku ka kartona të kuq dhe ku ka gjëra brenda zonës, penalti ose jo. Është i detyruar. Vari është i detyruar përveç arbitrit, se arbitri ashtu e tha mendja. Vari është i detyruar, ai që sistemi VAR dhe kryesori dhe avari që është asistenti kanë detyrën me protokoll që ta thrasin dhe ta shikojnë. E thëritën dhe ai tha jo, jam dakord. Jo. I vajti? Po pra thëritën, jo, ka nuk vete. Dhe vazhdoi, është vendimi im i fushës. Tani ç'a më thua mos? E tham shumë miq Mario e përmblodhi të gjitha. Ai dhe gjithë të strat, ja ka edhe këtë tjetër. Po, pse dëgjova në studio. Po shkoj, ai luan me jo me ndjenja se në stadiume ka ndjenja emocionale të mëdha. E kam dëgjuar gjatë gjithë së javës edhe në studiot e tjera. Që vari atë thëriti dhe ai tha ky është vendimi i fushës, nuk është. Vazhdo lojën. Shpresoj që po çfarë edhe masa të marrin gjykimi teknik. Jo, më prapë do losaj vitin tjetër. Është e kot sepse ai u bë dëmi, i bëri dëmi qytetarit. Prapë do gjykoj vitin tjetër ai pa çfarë kokën fare prapë. E di çfarë them në ato situata. Më mirë të hesht dhe mos të flas sepse konsumoj edhe me fjalët kot, edhe mund të nxjerrim në një fjalë nga goja që si përket as panelit as gjë as sistemit. Jo, është diçka që po ne po flasim për gjëra që janë dhe po të flasim për gjëra që s'janë tani dhe të flasim për gjëra, domethënë ajo është e kuqe themun ishte një e bardhë ajo, po s'tem se më marrin edhe për butallë pastaj to pse vetë ky atje tani ajo është një penalti e hapur, pastaj çfarë rëndësi e ka, ishte fundi kamerë kur thotë ai është e fundit, por ky kampionat në fund ishte para çollëk, dhe këtë dinë të tërë, dhe këta që flasin për studi se ta ky ishte trajneri i Dinamos, një arrovem se kisha e dije. Po thonë ai burr, ta e vjeç. Ka qenë ajo Fieri në Zako. Gati. Çfarë gjyshi? Artan me gjyshi. Ai si mundi e butë tërkohë ashtu ka qenë. Kjo të quaj. Mirë me atë, mirë me këtë. Tani jeni në televizor, të shkojë gjithë Shqipëria dhe po thonë, po dëgjojnë ty çfarë do thosh. Dhe ti thua që
Ndodhë edhe ande jashtë, po ne jemi që kështu si kështu, ti ke 7 javë që po bëjnë kompromise vetëm. 7 javë kompromise, këtu ka mbaruar. Çfarë ide, këtu ka vdekur çdo gjë, tu s'do dhe sport më. Dhe këta që çojnë fëmijën për sport, këta demotivohen, çfarë bëhet këtu? Drejtëreshi. Po si çfarë është sport këtu? Po ja mund edhe një ndeshje, hajde po e themi se në fund s'më duhet modra lë, po jo ti të bësh kompromis 15 javë. 15 javë para kompromise. Jo, s'është 15, është 25 javë para. 25 javë para kompromise, lë ndeshje do lëmë aty. Unë ta se bënin kinezërira këta. Këta dolën në fund, ela ballsi me të dilin një nga dyja dilte. Ja la ajo prapë se kishte që ato të alon. Çfarë është ky sport? Ky ka mbaruar. Dhe unë për mua, gjithë presidentët e sporteve, ata që duan të bëjnë sport du ta lënë. Ose ku ti pse vazhdojnë? Po çfarë vazhdojnë këtu? Çfarë është kjo histori kot? Kjo histori kot. Ky vend ka ekip kombëtar vetëm. Presidenti Armando Duka është mjeshtër i papa, bën atë që bën, me skema, me historira, ka kryuar një faqe të mirë për kombëtare dhe shitet shtrenjtë. Ky është më kampionat shqiptar ka mbaruar, ka përfunduar. Gjithsesi, punë e tyre ne s'bëjmë asgjë. Dhe të vjen keq se në stadium janë kthyer njerëzit, mbushet stadiumi. Po, në Vlorë janë kthyer njerëzit sepse u investua Lona. Po, është bërë ai stadiumi. U investua dhe u pa një, domethënë në momentin e ardhjes të këtyre dy vlonjatëve, një vlonjatë, ai është vlonjatë, por gjysmë vlonjatë është. Ledi me tjetër, që ka. Me Ribaj. Me Ribaj. Edhe më vitet e mirë se është i vlonjatë edhe i, domethënë, por këtu Nuk të lën. Nuk të lën njëri këtu. Si mund të lësh? Por e kemi diskutuar ju në kaferenë sepse unë dua të flas ca gjëra që mos të gjeshëm tua që Sinani nuk bën kompromise. Nuk bën kompromise, por vjen puna, po ku do vesh? Në mbretërinë e Maskarene, çfarë do bësh? Djalimir, dihet ku jest, kalo direkt, kalo me Sopotin, kush u fut tani? Sopoti, valla ishin këtu në stadium të shtunur. Sopoti. Ti zbrit gjithë librazhin në Vlorë. Po çfarë thua ti? Sopoti. Se e pe kjo apo jo? Ishan në stadium apo pjesë dytë? Gjithë librazhin në Vlorë. E fillova për tisë në një moment tallëshin me ne flamurtari. Thënë, se mos vazhdojmë më qytete, Vlora, Gjirokastra që janë mbajtur, sot futet... Gjirokastra ranë të dytën. Ranë dytën të në Sopoti e rëzoj. Po dhe Sopoti, që ka 13 veta gjithë Sopoti, me librazh nga Sopoti. Me fort arë se nuk ka asnjë ekip në Super League nga Durrësi e këtej. Edhe Durrësi ka play-out tani. Hiqet e Elbasani që ka pa aty dhe nuk kam asnjë ekip. Kemi Rovazhin, shqyr, na përfaqëson. Asnjë ekip. Me thënë nga shkumbini e poshtë nuk e vitin tjetër, nga shkumbini e poshtë nuk do kesh asnjë ekip në Super League. Një këto qytete të mëdha, tradicë. Në me thënë edhe Vlora Ra, edhe Ballshi Ra, dhe me keqja është që nuk do kesh kategorinë e parë dhe ekipe nga shkumbini e poshtë, Lushnja, Fieri, Gjirokastra, që vatë në dytën. Të vatë në dytën fare. Edhe Lushnja dhe Fieri. Po, Ka pas edhe njërisi tek futbolli këtë vit. Unë s'kam vajtur asnjëherë në stadium, nuk kam parë futboll. Këtë vit kam vajtur disa herë. Dhe kam parë që në stadium ka shumë femra. Njerëz si vjet ka patur dhe ne kemi thënë se kam ka një kam- notë i kam parë pozitive dhe vet. këtij sezoni është tifozeria që nuk i mungoj ekip. Nuk i mungoj ekipe të gjuna. Për fat keq. Edhe investimet kanë qenë të mëdha. Marrë një pyetje fundi për futbollin. Çfarë duhet bëj flamurtari? Për futbollin, Kleo, jo, shko, është një pyetje shumë e gjerë. Në momentin që do të them çfarë duhet filluar të menduar që tani normal duhet menduar që tani dhe baza e një ekipi janë akademik. është vërtet. Tu masiviteti për futbollin është pasiviteti në mosha të vogla. Çdo prind e çon fëmijën. Tani gjithse problemi është thithja, na jo mos 70 vjeç që këto fëmijë duan shikojnë Mesin e Neymarin, e duan në futboll. Basketbolli i femrave e ka vështirë se nuk shikon Neymarin atë. Duhet bëj po ja politika të tjera, kurse këta i kanë gati, i vën, i çojnë fëmijën. Tani është thithja midis këtej dhe këtej. Dhe pastaj të fillosh
Elementi bazë, është ajo që tha Malo, që kemi diskutuar edhe në emisione tjera, elementi bazë është kyçi. Është Chelsea, besoj. Okej, në një ekonomi tregu, siç është futbolli është bërë ekonomi tregu tani dhe futbollistat lihen pa limit nga Federata Shqiptare e Futbollit, futbollistat e huaj. Kjo është kishte dalë në një emision Roberto Baggio, ylli i futbollit italian dhe barbator. Kjo është të vdesshëm futbolli. Dhe kishte thënë dhe për Italinë, është e njëjta gjë, kishte thënë problemi sepse Italia vati viti i saj që po dështon në kombëtare. Dotrori i tretë që nuk vete. 12 vjet që nuk merr pjesë, dështim kolosal. Janë ndruar trajnera, presidenta federatash. E fundit të eliminoi Bosnja. Dhe tha, e di çfarë tha vetëm kaq. Problemi kryesor që shikojmë tha është sepse nuk promovohet lojtari i vendas, lojtari italian. Nuk promovohet. Nuk u jepet mundësia. Dhe ai vetë deri në një moshë 17-18 vjeç dhe aty heq dorë. Aty ku ai duhet kapte, duhet të jepte akoma më shumë forca, ndaj që besoj që ndoshta shkon shumë lart, po të jap një fakt. Dje ishin dy ndeshje. Milan Atalanta nga 22 lojtar, në dy ekipet ishin 4 ose 5 italian. Në dy ekipet bashkë, nga 22. Në 17 tjerë ishin të huaj. Ishte në ti ndërkohë ose pak më vonë Barcelona Real. Duke marrë dy ekipet se Barcelona pothuajse ka 70% spanjoll. Duke marrë të dy ekipet 22 lojtar, tek ata në Spanjë ishin 17 spanjoll, 5 të huaj apo 6 të huaj. Më dhe shkojnë ndryshimin. Ndërsa këtu Elbasan Tirana që ishte të shtunë për shkakun të dielën që po shkonim që ishte ndeshje Demek Gjoja si më e vërtetë. 22 lojtar, 18 ishin të huaj. Gjoja si e vërtetë. Veja goxha shikoja Fieri sepse kisha çundi me Fierin, kur Fieri disi e briko që u kujtima si kuqe Senegal. Kur atë shkruaj si bar. Kur çam. Ishte humor se më. Kur është skandal. Tonë çapë, veja atë Genova dje ka futur 3 lojtar në nënçar. 2 kishin informacion, një e futi pjesën e dytë, 3 lojtar. Genova, po flasim për Genova. Po them të dielën dije nga 22 që ishin atë që Demek Gjoja sigurisht ndeshje e vërtet, se mos ta kasmojmë shumë marrja. Nga 22, 18 apo 19 ishin të huaj. Marrë, ti kërkon futboll shqiptar. Mario, çfarë bëhet në futbollin e sallës vëlla? Me që kam këtu? Futbolli i sallës unë të kam qenë një pikë që i penalizuar, ekzekutuar edhe me shefen, edhe me çunat e ekipit, edhe me vllain që e kam aty në ndim të ekipit, kem pas 3 mungesa të fuqishme, të forta. Dhe kemi bërë ndeshje me ekipe sepse rivalet kemi gjithmonë Tirana dhe Vllaznin. Kemi bërë ndeshje që kemi pas, domethënë kemi qenë dizavantazhe, kemi kthyer, kemi treguar që kemi forcë, kemi domethënë, por kemi nuk kanë arritur akoma ekuilibrat e ekipi që quhet ekip plot, biti të bind, me një mbrojtje të mirë dhe me një sulm të frikshëm. Dhe to janë disa balanca që akoma nuk kemi lojtar, akoma lider që të flasë në lojë, të marrë, sepse është një futboll që duhet të flasë në lojë, do trajner brenda ekipit, brenda fushës. Bëjmë një ndeshje në Shkodër shumë të fortë, domethënë atë po zgjuar me Kleon e me shefen që pa ndeshja 1-0, 4-0 për Shkodrën, vetëm 4-4 dhe ndeshja 1 minutë e 20 sekonda. Ishte ndeshje shumë e bukur. Arbitrën ne kemi kështu, domethënë, duhet të flas për arbitrën se më duket sikur do ankoja, por i kemi shumë mirë. Edhe ke një rast për gol për ne, për faull në atë moment se dha atë kohë van 5-4 në fund, çfarë ka, ne jemi në play-off, nuk diskutojmë në play-off. Edhe në datë fund të majit janë do të play-offi, do të bëjnë në Feti Borova, është domethënë është taktuar. Tiranë. Dhe uroj të gjithë vitit shkonin në spektakël. Patjetër gjithë. Një gjë them. Pretendent jam. Po ata që do më fitojnë kundra Flamurtarit do të rësin shumë. Nëse fitojnë. Këtë gjë kam një muaj kohë, do pretendemi kur nisi play-offet Mario? Në fund të majit. Po. Janë përcaktuar Flamurtari, Tirana, Vllaznia, kush tjetër? Ekipe janë, domethënë, këtu do, siç është basketboll për femra, këto 3 ekipe janë, domethënë Tirana ka ekip shumë të mirë, me kosovar, me brazilian, ka me sytë të tyre që dalin, kanë të gjithë. Edhe Shkodra.
që ka ekip të fortë, gjithsesi do nuk flas dot më, qose do zoti na ndihmon dhe pak fati, do në fata pjesë, edhe të Në një telefon për ta, sa do të zgjasit dashit? Domethënë sa do të jetë perioda? Gjitha janë 3 ndeshje. Domethënë bëhen 2 ndeshje gjysmëfinale dhe 1 finale. Domethënë janë Brenda 3-4 ditësh përcaktoj diçka. Domethënë 30-31 datë 6-7 mbyllet finalja, mbyllet kampionati. Mbyllet, domethënë përcaktohet, do janë 2 çifte që lozim njëra tjetrën. To 3 janë garantuar, diskutohet një ekipi 4 që kur do i bëjmë atë ekipi, po ne jemi që nuk kemi në klasifikim edhe, kemi o Tiranë në Partizanin në gjysmëfinale. Vllaznin. O Tirana o Vllaznin. Bolona, Partizani, Tirana, Partizani, Tirana, keni Partizani, Tirana. Toni, ka një gjë të përbashkët. Janë motra e vlla në Grintën aty te bankina. Kështu që duhet i ndjeki me se s'bën ndeshjet e play-offit. Jo vetëm ne, po flas. Po bëj dhe një thirrje sepse donjat edhe ne do ta bëjmë thirrje që ta ndihmojmë dot. Pse jo edhe ata që janë ata blinjat që jetojnë në Tiranë, pse jo mos vën? Absolutisht duhet që ti përkrajë. Lona ka qenë një superkup Tiranë. në Tiranë, që edhe morë. Fituan, po. Vitin e kaluar. Vitin e kaluar. Se e di dhe ka dhe histori shumë bukura. Mario, të urojmë suksese. Edhe inshallah me titullin kampion. Do zoti. Lona, suksese për basketbollin vitin tjetër, por edhe për klubin Shur Sportësh. Faleminderit që në studio me ne. Kleo, faleminderit. Faleminderit që ftesën. Ju falenderoj dhe juve të teleshikues që keni qëndruar së bashku me ne në mbrëmjet e kësaj trane në sport në fushën e Blu Televizion, si gjithmonë rritransmetim ditën e martë në orën 15. Mirupafshim.